Felix Hodaj, shefi i ri i Komisariatit të Vlorës, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Skënder Hitaj ka njoftuar dhe zyrtarizuar ndryshime në të gjitha komisariatet e vendit, teksa janë plot 65 shefa komisariatës të cilat lëvizin. Elvis Peza, që ka mbajtur detyrën e shefit të Komisariatit të Vlorës, tashmë transferohet në Mirdit, ndërsa vendin e tij e zë Felix Hodaj, i cili deri më sot ka mbajtur detyrën e shefit të Komisariatit numër 4 në kryeqytet. Por duket se këto lëvizje në Policinë e Shtetit nuk do të jenë të vetme, teksa sipas informacioneve të siguruara pritet të ketë edhe ndryshime të tjera në të gjitha strukturat e drejtorive të policive vendore në të gjithë vendin. Felix Hodaj emërohet shefi i ri i Komisariatit të Policisë së Vlorës. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit zyrtarizoi një valë të gjerë lëvizjesh në strukturat e policisë në të gjithë vendin, duke prekur edhe Komisariatin e Policisë së Vlorës. Në kuadër të këtyre ndryshimeve janë zyrtarizuar plot 65 lëvizje në komisariate të ndryshme, ndërsa burime pranë Policisë së Shtetit bëjnë me dije se ky proces pritet të vijojë edhe në ditët e ardhshme me emërime dhe transferime të tjera. Si pjesë e këtyre ndryshimeve, Elvis Peza, i cili deri më tani mbante detyrën e shefit të Komisariatit të Policisë së Vlorës, është transferuar në Komisariatin e Mirditës, ku do të ushtrojë të njëjtin funksion. Në vend të tij është emëruar Felix Hodaj, i cili deri më tani ka mbajtur detyrën e shefit të Komisariatit numër 4 në Tiranë. Emërimi i tij në krye të Komisariatit të Vlorës vjen në një moment kur strukturat e policisë në qark po kalojnë në një fazë riorganizimi dhe rifreskimi të drejtuesve. Kjo nuk është lëvizja e vetme që ka prekur Policinë e Vlorës gjatë javëve të fundit. Vetëm pak kohë më parë u zyrtarizuar dhe emri i Edvin Ndreut në krye të drejtorisë vendore të Policisë së Vlorës, duke sjellë një tjetër ndryshim të rëndësishëm në drejtimin e strukturave të rendit në qark. Me emërimin e Felix Hodajt në krye të Komisariatit të Policisë së Vlorës, drejtuesit e rinj të policisë në qark do të kenë për detyrë përballimin e sfidave të sezonit turistik, forcimin e sigurisë publike dhe ruajtjen e efektivitetit në luftën kundër kriminalitetit. Megjithatë, sipas burimeve policore, ndryshimet nuk pritet të ndalen këtu. Drejtoritë vendore dhe strukturat të tjera të Policisë së Shtetit mund të preken nga lëvizje të reja në kuadër të riorganizimit të përgjithshëm të institucionit.